A është ndryshimi I fundit për Avengers të hip-hopit shqip? Kritikat e shumta të gazetarëve e vetë publikut hip-hopit po m'duket I kanë shti legjenda tona me mendu pak ma shumë. Rasti I fundit e ma fresh është I Ledrit me singlin e tina 3 vetë Te Dhoma, e qysh po duket është lead singli I albumit ti ma 3. Zinxhirit e qafa, soni banes të qafa, ishti mija jote bër barda. Ka ana estetike, Ledri vjen me një spot nice dhe definitivisht gjithmonë kallzon që din me I zgjedh femnat që I merrën spote. Po nejse, kjo s'është esenca. Tu e di që kohët e fundit Ledri na ka sjell te na do fast food music si oj. Edhe po, e di që kjo këngë është e menuar për verës, e që shto e lyp tregu, po prap s'është e mirë. Me vetë Te Dhoma, vret që ka marrë ma seriozisht punën e krijimit, e për një me është një upgrade prej oj. Po sa është në nivelin e Ledrit? Problemi është pak të tekstit e mode, e pak të skema e rimave që t'inglën shumë si Eminemi, e automatikisht ja ullë shumë mundësim për me elshuti për të dytën e të tretën herë. Që një koment që mas mire e spjegon që ka përdu me thonë une, po shkurt. Po në fund, po më pëlqen rruga që e ka marrë. Une gjithmonë thëm që reperat, kur janë në fund, duhet me bo diçka si Jay-Z për shembull me 4-4-4. Fuck living rich and dying broke. Po mendoj që definitivisht I duhet një beat selection ma I mirë, e ka boll ku mu inspiru, si Boldy James, Rock Marciano, Mac Homie, e shumë të tjerë që bojnë muzikë tillë. E në anën tjetër, ky reper është të shku viral në TikTok. Po, bash me qëtë kong. Lumi B është një ndër reperat ma legjendar që I kanë ngu gjenerata e dhe ma të vjetrit. Hite për klub, qysh me undi mirë, funny, po kote fundit. Lumi B për vllazni. E di që na fokusohem shumë të tekstet e që Lumi gjithmonë ka pas tekste delivery në për kong që I ka marrë pak ma shumë seriozisht. Po kjo kong nuk t'inglon mirë, sidomos refreni që të shtin me nal me një herë nëse s'ki nerva. Prap po lidhëm te ajo se çka po krijojmë. A veç po qesim kong që me thonë që po bojna diçka, apo me ngu për vitet të tona, qysh ngohet për shembull ngoje zemrën tem që lidhet me një tematik super serioze si kjo e fundit. Pjesë e kësaj video ka qenë edhe buta me singin edhe kongën Kuku, po tek kur del albumi, kena me pas një review ma thellë. Po ashiqare, edhe t'ka dalë me bo follower Ban FM në krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube, kështu që mos e le.